113 vjetori i krijimit të Policisë së Shtetit është përkujtuar sot në Komisariatin e Lushnjës me një ceremoni zyrtare. Merrnin pjesë përveç efektivëve të policisë, edhe kryetaria e bashkisë, zonja Eriselda Sefa, deputeti Elton Koreshi, përfaqësues të komuniteteve fetare e tjerë. Ceremonia nisi me ngritjen e flamurit kombëtar nën tingujt e himnit të flamurit. Krye komisar Gerald Toska, drejtuesi Komisariatit të Policisë së Lushnjës, ka falenderuar efektivët për punën e përkushtuar në detyrën e tyre fisnike. Sot në festën e Policisë së Shtetit, nderojmë me përulje dëshmorët e policisë të cilët sakrifikuan jetën në krye të detyrës. Kujtimi tyre mbetet udhërfys për punën tonë të përditshme. Falenderojmë pushtetin lokal, institucionet fetare për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mediat për rolin e tyre në informimin e publikut. Një falenderim i veçantë shkon për çdo punojës policie që me përkushtim përballon çdo ditë një detyrë të vështirë në shërbim të qytetarëve. Fjalë falenderuese dhe vlerësuese në këtë ceremoni u shprehen dhe nga kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa dhe deputeti Elton Koreshi. 113 vjetori i krijimit të Policisë së Shtetit është një nga ngjarjet që shënjon vlerësim dhe mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite në garantimin e rendit, sigurisë publike dhe mbrojtjen e qytetarëve të jetës e të pronës së tyre. Veçanërisht në vitet e demokracisë, Policia e Shtetit ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e shtetit të së drejtës, në respektimin e ligjit dhe në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve. Bashkëpunimi i vazhdueshëm me pushtetin vendor ka qenë dhe mbetet një element kyç në rritjen e sigurisë së komunitetit. Prania e vazhdueshme në territorin e forcave të policisë, komunikimi drejt për drejt me qytetarët dhe ndërtimit të marrëdhënieve të besimit ka kontribuar ndjeshëm në parandalimin e veprave kriminale. Është një nder dhe një kënaqësi e veçantë për mua si deputet i Kuvendit të Shqipërisë të jem sot i pranishëm në këtë ceremoni të rëndësishme këtu në Komisariatin e Policisë së Lushnjë për të shënuar së bashku 113 vjet nga krijimi i Policisë së Shtetit. Policia e Shtetit është një nga institucionet më të vjetra dhe më themelore të shtetit shqiptar, e ndërtuar mbi sakrificë, përkushtim dhe shërbim ndaj ligjit dhe qytetarëve. Për më shumë se një shekull, ky institucion ka qenë në vijën e parë të mbrojtjes së rendit, sigurisë publike dhe interesit kombëtar, shpeshherë në kushte të vështira dhe sfida të mëdha. Në këtë ditë përkujtimore, dua të shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për të gjithë punonësit e policisë, veçanërisht për ata që shërbejnë në Lushnjë në të gjithë qarkun fier, për përkushtimin e tyre të përditshëm, profesionalizmin dhe gatishmërinë për të qenë pranë qytetarëve 24 orë në ditë. Falpunës tuaj, familjet ndjen më të sigurta, komuniteti më i qetë dhe shteti më i fortë. Sakrifica juaj, shpesh larg vëmendjes publike, është një kontribut i çmuar për stabilitetin dhe mirëqenien e shoqërisë tonë.